që e kemi pas deri tash, do që po shkon tash prej pushtetit, veç diçka nuk ka pas mirë. Nuk e dim çka mundu me thonë që ka pas mirë, për shkak se ne nuk kemi sot sigurime shëndetësore. Do thonë ende, një pushtet që i ka 51% vota nuk ka arrit me asiguru sigurime shëndetësore qytetarëve të Kosovës. Nëse shiqojna në arsimi është sot në verzionin 5.0, po shkon drejt trendeve globale. Na jemi në verzionin 3.0, ku verzionin 3.0 kemi kryu ne si Partia Demokratike e Kosovës ma herët, ku kemi kriju kushte për nxënësa, me pas shkolla, me pas objekte, me ka nxënësin në qendër, me hap mundësinë e bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe trajnimin e mësimdhënësve gjitha këtu, dhe 4.0 është involvimi i teknologjisë. Ky vend nuk e ka kryer as involvimin e teknologjisë në mësimdhënëse, për shkak se nxënësat tonë sot nuk kanë laptopa, nuk kanë smartboarda, literatura nuk është online, mësuesi nuk trajnohet, po mësuesi friksohet çdo ditë me largim prej pune, pa trajnu fare, domethënë, dhe gjitha këto gjëra arsimi është lënë mrapa. Pastaj, nëse shkojna tek energjia, domethënë na sot fakturat merr tash dikush ma dërgoi një fakturë me 75 metra katror, banesi pagun 240 euro rrym, që është diçka enorme, është diçka që nuk mundem me përballu familjen të Kosovë, dhe kjo është si problem për shkak se shteti jonë nuk ka investuar në resurset tona që na i kemi, na planën të ngjell, dhe shteti jonë nuk e ka marrë asnjë iniciativë me ndërtu një termocentral 3, domethënë në këto, po as nuk i ka bërë remont termocentralet aktuale, duke pas parasysh edhe pjesën e Mijës, ku janë ndikon rrotobagera, ndikon 8 që nuk funksionojnë fare, domethënë atje, dhe janë probleme të mëdha që ka shkaktuar me energjinë elektrike, dhe na kemi ardhur në një situatë ku sot kapacitetet tona kontrollohen prej Vukamovicit të Serbisë, dhe sot i harxojnë ndikon 900 megawatt rrym. Sot i prodhon Kosova A dhe B dhe resurse tjera Ojmani ose Mullet me erë që janë atje i prodhojnë diku 900 megawatt, kurse Kosova sot i vjen 1400 megawatt. Kur jemi tek fatura e energjisë elektrike, sepse sigurisht është një shqetësim i përditshëm i qytetarit. Atëherë, çka planifikon Partia Demokratike e Kosovës të bëjë në këtë drejtim në mënyrë që të lehtësohet kjo vështirësi, edhe të mos ketë pengesa në farforme në xhepin e qytetarit? Ky pushtet atë shumë e ka thellu krizën energjetike, sa që ka me qenë shumë e vështirë me dalë prej këtij problemi. Ne do të mja sqaru qytetarëve që kur ne kemi dashur me ndërtu Kosovën e re, këta kanë bë agitacion që mos me u bë Kosova e re, përmes shoqërisë civile, përmes grupeve të ndryshme, nëse ju kujtohet në atë kohë, domethënë, dhe kanë kriju opinion që është e dëmshme për Kosovën. Domethënë, kjo ka qenë ajo tyne. Dhe e dyta, gazin amerikan kanë mujtë me prunë Kosovë, nuk e kanë sjellë Kosovë. Dhe tash kemi hyrë në një krizë shumë të madhe, ne e planën që mërë, nuk kemi dashur me marrë gazin amerikan duke thonë që nuk po dona me hyrë në varfshmëritë e Amerikës, dhe në anën tjetër ne kemi hyrë në varfshmëritë e Vukamovicit, i cili është serb, domethënë, i cili vjen prej Serbisë, domethënë, dhe i cili e rrezikon sigurinë tonë kombëtare. Kjo është ajo që ka bërë ky sistem, domethënë si konstatim. Në anën tjetër, operatorët ekonomikë që kanë dashur me investu në burimet alternative, që janë mullet e erës, panele solar, i ka bloku përmes procedurave bürokratike. Janë ndikon 3000 kërkesa të operatorëve ekonomik për krijimin e vendeve, plantacione ku prodhohet energjia përmes erës ose përmes dritës, dhe i ka bloku përmes procedurave bürokratike, dhe tash çka ndodh, na jemi në një pozicion ku na jemi sot mangut 500 megawatt. Dhe çka ndodh sot? Kanë marrë 200.000 minimumi mërgjimtar këto 2-3 ditë, dhe me njerë ka me fillu mu djemër mesazhe kurse në rrymën, për shkak se na kemi me pas ngarkesë hala më të madhe. Dhe këto 1400 megawatt, tash mund me shku edhe 1600 megawatt dhe me rrit kërkesa. Dhe çka bëjnë ana? Për m'ia shpjegu qytetarëve, na i ekspozohen, ta shteti jonë, i ekspozohet një tregu të pakontrollueshëm të energjisë, kusht ne do të me ble energji prej jashtë, sikur me shku në pazar dhe atje të arrit çmimin qysh ata dojnë çmimin e energjisë elektrike, ose kë që e bën transportin, transmision, bartjen e kësaj, për shkak se kapaciteti i kontrollon dikush tjetër, atëherë kë vendosin se sa më na arrit neve çmimin, dhe krejt kjo shkon në barrën e qytetarëve të Kosovës. Domethënë, aq thellë kanë pru krizën, kanë qenë të planifikuar 895 megawatt për operatorëve ekonomik me energji alternative, vetëm 105 megawatt janë dhënë Sovit në Shalë Bajgorës atje, dhe tjera janë bllokuar, domethënë, sikur ti kishun pas na sot 895 megawatt, ma shumë atëherë 900 që prodhohen aktualisht, edhe 895 shumë e thjeshtë është,
bojnë 1795 MW dhe na sot nuk shumë pas probleme në Kosovë. Mirë po, blokada që i ka bo kjo qeveri, nuk e dim cilat janë arsyet që i ka bo, ka dyshimet ma